histori, jo rrallë herë ka ndodhur që personalitete dhe figura me nam, përkundër kontributit që kanë dhënë, të mos kenë marrë vendin dhe të mos kenë gëzuar respektin e merituar. I këtill është edhe Hoxh Hasan Tahsini, i cili ndonë se preku majat e shkencës dhe kontributet të tij i u dha vlerësim enciklopedik, ofroi kontribut të çmuar, mbase edhe të pakrahasueshëm për popullin dhe vendin. Në portret, ne do të mundohemi që figurës së tij t'i japim pamjen dhe shëndritjen që meriton Hoxh Hasan Tahsini. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Sa dallim të madh ka midis të vdekurve, me përmendjen e të cilëve ngjallën zemrat, dhe të gjallëve, me shoqërimin e të cilëve vdesin zemrat. Këto fjalë që dietari i madh Ibn Kajimi i përcjell nga brezat e parë, janë fjalët me të cilat zgjodhëm të hapim këtë seri, në të cilën do të prezantojmë personalitete të cilët, ndonë se ka vite, dekada e madje edhe shekuj që kanë vdekur, vazhdojnë të jenë të gjallë në mesin tonë, me dijen, këshillat, porosit, vlerat dhe sakrificën e tyre. Ata vazhdojnë të na shoqërojnë në rrugtimin tonë drejt zhvillimit, her me këshilla prej urtarësh të rrallë, e her me heroizma që na frymëzojnë dhe motivojnë për të ruajtur këtë vend, për të cilin u derdh kaq shumë gjak. Në portrete ne portretizojmë vlerat dhe tiparet, ato që na ofrojnë pamjen e vërtet dhe të pamaskuar të njerëzve. I kemi vënë synim kësaj serie që të zbulojmë atë që është mbuluar mbase edhe qëllimisht, të dokumentojmë atë që mund të mos jetë ditur apo që nuk është njohur si kontribut. Të pasqyrojmë të vërtetat dhe të prezantojmë ata që vërtet janë dëshmuar për dijen, vlerat, kontributin, qëndrimet dhe heroizmin e tyre. Po e fillojmë me Hoxh Hasan Tahsinin. Hoxh Hasan Tahsini është një nga emrat më të ndritur dhe figurat më të shquara të popullit shqiptar. Dallon për dijen dhe vlerat, në kuptim të mishërimit me to, por edhe të predikimit dhe përhapjes së tyre. Në fakt, dijet e tij nuk ishin vetëm fetare dhe as gjuhët që zotronte nuk ishin vetëm orientale. Prandaj, me të drejtë është përshkruar si enciklopedi dhe poliglot. Hoxh Hasan Tahsini është ndër personalitetet më të rëndësishme, shkencore e kulturore që kanë nxjerrë bota shqiptare në shekullin e 19 dhe jo vetëm. Sami Frashëri do ta përshkruante si një nga njerëzit e mëdhenj që rrallë e me vështirësi i lindjen shekujt. Me gjithë kontributin e tij gjigant, ai nuk është i njohur mjaftueshëm dhe nuk ka gëzuar respektin cilin e meriton. Në portret, ne do të mundohemi të ndriçojmë disa aspekte të jetës dhe veprimtarisë së tij, për të kontribuar sadopak në promovimin e tij si figurë fetare e adhëtare. Hoxh Hasan Tahsini ka lindur në vitin 1811 në fshatin Ninat në Çamri. Ani pse njihet me mbiemrin Tahsini, mbiemrin e vërtet e ka Hoxha, rrjedh nga një familje e arsimuar dhe me tradita adhëtare. Babai i tij Osmani ishte gjykatës. Në burime turke, përshkruhet si dietar i shquar dhe intelektual me kulturë të gjerë për kohën. Më pas, me familje kalojnë në Shkodër, ku babai i tij Osmani ishte ftuar në cilësi të mësuesit të Mustafa Bushatliut, i cili udhëhiqte kryeqendrën e pashallëkut të Bushatlinjve. Mësimet e para i merr nga babai në Shkodër, për të vazhduar pastaj me një medrese të njohur në fshatin e Pandelejmonit afër Ninatit, ku mësimdhënës ishte Muhamet Kyçyku Çami. Më pas, për shkak të punësimit të babait të tij si ndihmës gjykatës dhe myderriz në Berat, kalojnë për të jetuar në këtë qytet, ku nuk do të qëndrojnë gjatë. Babai i tij do të vdeste pas disa viteve dhe Hasani bashkë me nënën, vëllain dhe motrën do të ktheheshin në fshatin e tyre në Ninat. E në këtë të fundit nuk do të qëndronin gjatë,
sepse Hasani do të merrte udhë për dije në Stamboll, ku do ta kryente medresen e njohur, medresen e Fatihut. Përgatitjen dhe formimin e tij profesional, Hoxha Hasan Tahsini do ta bëj duke ju falendëruar fillimisht Zotit, e më pas shkollave ku mori mësime. Kreu medresen Fatih në Stamboll, por nuk mjaftoi vetëm me të. Ishte shkolluar edhe në Francë për shkenca eksakte. Në të vërtetë, shkollimin në Francë e kishte bërë me iniciativen dhe mbështetjen e Shtetit Osman. Hoxha Hasan Tahsini do të qëndronte në Francë për disa vite. Bashkëkohës të tij në veprat e tyre theksojnë se ai kishte mësuar në mënyrë perfekte frëngjishtën dhe ishte thelluar në fizik, matematik, kimi, biologji, filozofi, psikologji e shkenca tjera. Gjatë kohës sa qëndronte në Paris, Hoxha Hasan Tahsini ishte ngarkuar me detyrën e imamit në ambasadën e Perandorisë Osmane atje. Këtë detyrë do ta kryente për disa vite. Pas kthimit, atij ju besua hapja e universitetit të parë, vendimi për të cilin ishte marrë qysh në vitin 1866. Sigurisht se Perandoria Osmane kishte edhe dietarë dhe shkencëtar tjerë, por Hoxha Hasan Tahsini ishte i veçantë. Përveç detyrës së rektorit, ai edhe kishte edhe mësim. Disa, duke u referuar kontributit gjigant të tij, jetë të vërtet ja kanë llogaritur këtë periudhën e dytë, pra kur emri i tij është përjetësuar në dije dhe shkenca. Pra periudhën në të cilën e ka ushtruar detyrën e rektorit të universitetit. Hoxha Hasan Tahsini, përveç që ishte adhëtar, ishte edhe dietar, mendimtar, përkthyes, poet, shkrimtar e letrar. Sipas burimeve turke, Hasan Tahsini ishte njeriu më i ditur i kohës në Stamboll, jo vetëm në shkencat natyrore, por edhe ato filologjike, filozofike e fetare. Ka shkruar dhe botuar më shumë se 20 libra shkencor për astronomi, psikologji, pedagogji. Studimet e tij, fillimisht, i kishte botuar në revistën shkencore Mejmua al-Ulum, themelues i së cilës ishte vetë ai. Hoxha Hasan Tahsini rëndësi të madhe jepte studimit dhe shpjegimit të temave të ndryshme shkencore, me synimin që nëpërmjet shkrimeve të tij të frymëzoheshin edhe mendimtar e dietar të tjerë, të zgjoheshin nga gjumi i thellë ku kishin rënë. Hoxha Hasan Tahsini, me anë të krijimtarisë së tij, na përcjell një mesazh shumë domethënës. Na tregon se shkenca dhe feja janë në relata pozitive dhe se çdo shkencë e mirëfillt është një hallkë e zinxhirit të pafund që na çon tek krijuesi i gjithësisë, tek Zoti fuqiplot. Dija gjithashtu ka një rol të rëndësishëm të çdo individ, pasi vetëm dija e bën njeriu me kuptimin e plotë të fjalës njeri. Ai na mëson se njeriu nëpërmjet arsimimit arrin majat, ndryshe nga i padituri nuk pritet asgjë e mirë. Hoxha Hasan Tahsini, duke vlerësuar shkencën si shumë të dobishme, na shtyn neve të hulumtojmë rreth temave shkencore, të cilat na mësojnë se nga kemi ardhur e ku do të shkojmë. Padyshim se Hoxha Hasani është një shembull mjaft i mirë për të ndjekur nga të gjithë njerëzit, pa dallim moshe, sepse populli shqiptar ka shumë nevojë për njerëz të tillë, me vlera dhe virtyte siç ishte ai. Përveç shkrimeve shkencore, Hoxha Hasan Tahsini ka publikuar edhe shkrime fetare, disa prej të cilave janë të botuara në revistën e famshme Zani i Nalt. Në shkrimin e drejta, Hoxha Hasani shkruan kësaj: njeriu ka shumë detyra kundrejt Zotit, kundrejt vetës, kundrejt mbar njerëzisë që është i ngarkuar të kryej. Besnikrin, drejtsin, bujarin dhe gjitha veprat e mira që i bën, sado që t'i bëj për të mirën e tij, janë edhe për të mirën e të tjerëve. Sigur që anasjeltas, gënjeshtra, tradhtia e shumë vese tjera të liga, siç janë dëm për veten e tij,
janë dëm edhe për shoqërinë. Për të qenë i drejtë në çdo gjë është një punë e vështirë, siç ka urdhëruar edhe Allahu në Kur'an. Fastaqim kama umirt, drejtohu siç je urdhëruar. Kapitena Hud, ajeti 112. Gjithashtu edhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, në një hadith na është drejtuar duke na këshilluar: Kul amantu billah thumma istaqim. Thuaj, besova Zotin, pastaj drejtohum. Do me thënë, ka drejtimin, bëhu i drejt, përherë në çdo gjë e në çdo pikpamje. Ky hadith i dal nga goja e shenjtë e drejtësisë së madhe na tregon se çfarë është Islami, se si arrihet lumturia e të dyja botëve, dhe që Islami nuk është vetëm ta besosh Zotin dhe të jesh i drejtë në mendime, në fjalë dhe në punë, por është e tërë jeta. Në shkrimet fetare dhe jo vetëm, rëndësi i jepte lidhjes ndërmjet dijes dhe sjelljes, pra reflektimit të dijes në praktik. Në shkrimin njeriu, sjellja dhe mbrojtja e tij, Hoxha Hasan Tasini shkruan të kësaj: nga gjitha krijesat që ka krijuar Zoti, më i bukuri dhe më i hijshmi në çdo pikpamje është njeriu, sepse nga një njeri që është i stolisur me gjitha cilësitë e bukura, nuk del tjetër veç se mirësi, sinqeritet dhe mirësjellje në kërkimin e së drejtës. Pra, ky person zotron në vetvete kuptimin e plotë të fjalës njeri, duke qenë i lartë në të gjitha. Me këtë tematik janë publikuar edhe disa poezi, njërën prej cilave po e lexojmë këtu. Zot jem i nalt, je i madhnueshëm, gjitha sendet ti ke krijuar, tanat mirat na i ke mbushën, ty me të njoftën ke urdhnuar. Gjitha sendet e kësaj bote, madhnin tande po vërtetojnë, fëtyrat e njerëzve si për toke, njinin për ty qartas dëshmojnë. Ndryshim i gjuhëve që fliten, e i ftyrave, tracave të njerëzis, janë faktet gjalla e dihen, si vërtetuese qenë menis. Perëndi, ti që na ke ba, prej dy sekseve njerëzuar, në fisë në kombe na ke nda, që t'jemi të njoftën e dalluar. Por me gjithë që kështu na ke nda, prapë se prapë po ti ke urdhënue, ndryshim fare të unë nuk ka, veç mirë vepruesi ashtë nderue. Krahas tyre në këtë revistë i është botuar edhe një përmbledhje me hadithe profetike në gjuhën shqipe, disa prej cilave po i lexojmë për ju. Kur të mos kesh marrë, ban çka duash. Shenjat e munafikut janë 3: kur flet rën, kur premton sërri fjalës dhe kur i besohet tradhton. Ke frikë Zotin kudo qofsh, kur të bajsh një të keqe, mbas saj bën një të mirë, që kështu mund ta shryen të keqen. Vepro me njerëzit të mirë në moral e në sjellje. Prej punëve më dashura të Zotit është të falënit e namazit në kohë, e mbas kësaj bindja e mirësjellja kundrejt prindërve. Prej punëve më dashura të Zotit është më e vazhdueshmja edhe në qoftë e pakt. Prej punëve më dashura të Zotit i madh është me vdek tu e pas gojën të njomën të lagët me zikrin e Zotit, me përmendjen e Zotit. Duaj për njerëzit atë që e dëshiron për veti. Këto ishin disa hadithe që Hoxha Hasan Tasini i ka përkthyer. Hoxha Hasan Tasini jo vetëm që nuk e harroi asnjëherë se ishte shqiptar, por me që ishte ndër shqiptarët më i formuari, më i dituri, më i ngrituri, gjithnjë printe në çështje shqiptare kombëtare. Hoxha Hasan Tasini punoi për alfabetin shqip dhe donte ta kishte të ndryshëm nga alfabetet e gjuhëve tjera për të treguar personalitetin e popullit të vet. Hoxha Hasan Tasini ishte jo vetëm një dietar i gjithanshëm dhe personalitet poliedrik, por ishte edhe një adhëtar patriot i flak, lëvrues i gjuhës shqipe dhe përhapës i diturive në gjuhën amtare. Me një veprimtari politike të spikatur në mbrojtje të trojeve shqiptare
nga rreziku i coptimit të tyre nga shtetet shoviniste fqinje. Në komisionin për hartimin e alfabetit unik të gjuhës shqipe, Hoxha Hasani paraqiti alfabetin e tij metodik, universal, i cili përbëhej prej 30 bashkëtingëllorësh dhe 8 zanorësh. Për alfabetin shqip, punën e kishte nisur qysh në vitin 1850, ndërsa në vitin 1870 propozoi një alfabet të bazuar në parimin fonetik me 7 zanore e 29 bashkëtingëllore dhe të ndërtuar në formë tabele. Hoxha Hasan Tasini vdiq në vitin 1881. Veprat që la pas vetës ja përjetësoi emrin. Ata që e njohën e deshën dhe e vlerësuan. Sami Frashi, duke folur për të, ka thënë: Hasan Tasini ishte nga njerëzit më të mëdhenj që shumë rrallë me vështirësi i lindin shekuj dhe epokat. Çallmën që e mbante në kokë e mbante të shpartalluar, flokët të paprerë për një kohë gjatë, dhe ky njeri në dhomën e tij mbante të varur në mur një thënie në gjuhën frënge, brenda një kornize ku shkruante për çdo send një vend dhe çdo send në vendin e vet. Rizat Teufiku, filozof me origjinë shqiptare, për Hoxha Hasan Tasinin ka thënë: Hoxha Tasini ishte në radhën njerëzve të mëdhenj. Ai kishte një shpirt fisnik. Është për të ardhur keq që veprat filozofike të shkruara prej tij u shpartalluan për shkak se ra në duar të pakujdesshme dhe të paditura. Dervish Hima, për diapazonin e tij të gjerë të dijes, ka thënë: Hoxha Hasan Tasini në lëmin e fizikës, astronomisë, matematikës, kimisë e kozmografisë ishte aq i ditur e i rregjur, saqë kur fliste për çdo çështje që i përkiste këtyre fushave, asnjëherë nuk kishte nevojë të hapte librin. Shteti shqiptar në vitet 1961, 1962 dhe 1995 i ka ndarë mirënjohje për veprimtari arsimore dhe patriotike. Për fund, duke studiuar Hoxha Hasan Tasinin, ne mësojmë për raportin e ndërsjell dhe shumë të rëndësishëm ndërmjet fesë dhe shkencës. Ne mësojmë edhe për kontributin themeltar të prizëve fetar musliman në çështje që kanë të bëjnë me kombin dhe gjuhën. Ne brezat e rinj të therësve mësojmë për rëndësinë e formimit të gjithanshëm, duke zgjeruar rrethin ton të dijeve edhe në shkenca jo fetare. Po kështu, mësojmë për nevojën e promovimit të personaliteteve shkencore me përgatitje fetare, sepse personalitetet tona që kanë përgatitje fetare dhe shkencore dallojnë jo vetëm për dijen, por edhe për vlerat e tyre. Kësaj shëmbëltyra e tyre është më e plotë. Ky ishte Hoxha Hasan Tasini. Ciklin ton të portreteve do ta vazhdojmë javën që vjen me një personalitet tjetër, jetave dhe veprimtaria e cilit janë vërtet frymëzuese e përkonsiderat. Deri atëherë, qofshim në mbrojtjen e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.